Shumurime në kaq, shumurime për ty. Plaka Nafie Behluli sot ka nis ditën e dytë në 100 vjetorin, po ashtu të dytë të jetës së saj, pasi 2 ditë më parë mbushi plot 100 vjet. Nafia u lind më 25 nëntor të vitit 1912 në fshatin Uglar të Gjilanit, vetëm pak ditë para se Shqipëria të shpalte mbetësinë e saj. Ajo tregon se gjatë jetës kishte pasur shumë vështirësi, kishte mbetur jetime që në moshën 2 vjeçe bashkë me motrën e saj, kur i kishte vdekur e ëma, ndërkaq ato i kishte rritur gjyqja. O kon shkome ka pas, shumë, me buk këllëmoj që në rritë. Sa lufta i ki ka përcy? 3 lufta, 4, po, i kom ka përcy. Ka ikë Bugari, era Albania, ka ikë Bugari, Serbia o konë, Serbia ma i shtirë o konë. Veç peripetive me pushtimet e ndryshme, plaka 100 vjeçe tregon edhe për punët që ka kryer për mbijetesë nga vdekja e burrit të saj që para 40 vjetëve. Kur ka le dili, gazetar Alloj, të punu të korë, me fmit vëzhe, dish baba herët, fillone jam konë. Natër kështi buk i këm pjekë, sabaj këm pjekë në hongër, kap fëmijën, 2 lopi këm pasë, e shqeqna tamli. Me gjithë vuajtjet, Nafie Behluli, me barën e një shekulli mbi shpinë, thot se pleqëria e ka lodhur ditëve të fundit, por jo edhe jeta. I këm ka rëtisi e ma mirë. E këm pasë të glakin, ka dek burri, këm rritë fëmijën, janë martu, janë kanë gjenë, kanë qika kanë. Që i mushe 100 vjetë, a je mirë, qysh po njësh, a je fort, a je kësu që i kim rrinë 100 vjetë? Që kja kom ka 50 ditë, shë. Mu ka morë kja onë krej, se po tha me shkuda në i ditë. Pa e gjeri së dhije, ja loj, në ka holi, në merë. Nafie Behluli, nga 2 martesat e saj, ka lindur 12 fëmijë, nga të cilët vetëm 6 i jetuan. Prej 5 djemve dhe një vajze, ajo tani ka mbi 30 pasardhës. Kom nipa, kom mesa, kom sa dush kom.